me hapin që ka shumë çaj për një men vushtëriave që ka met. Nëse ju boft mirë çoji, kushdo që është shtëpi, na po vazhdojmë me fol për kryetarin e komunës Vushtrisë, Fereti Drizi, i cili ka boft 50 premtime. Për këtyre 50 premtimeve, ai ka përfunduar 34 prej tyre, 8 i ka filluar edhe 8 i ka pa filluar hiç. Për çudi, më shumë të premtime ka pas fushën e kulturës me 14 premtime, ku i ka marrë shumicën, 2 që ka filluar e ne që është organizimi i festivalit ndërkombëtar të komedisë nuk e ka filluar hiç. Sheh, Vushtria komedi, unë kam menuar që veç Feriza Elit janë fani. Pastaj më pak ka pas në arsim me 12 premtime, ku gjithashtu i ka marrë krejt me vetëm ne që veç ka filluar. Fushën e ekonomisë ka pas 11 premtime, ku veç 3 i ka mbajt, 2 i ka filluar e 6 nuk i ka mbajt hiç. Premtimet e pambajtura në ekonomi janë këto. Përsendarja e premtimeve tjera sipas fushave është si ma poshtë. E premtimi 8 që nuk i ka mbajt është rregullimi i hapësirës së liçenit vogël Dyneku. Me përqindje ai ka mbajt 68% të premtimeve. Vushtria demokratike në 3 polqetet e fundit i ka ndrru 3 kryetar. Ta shumë i kësaj rrodhe a ka me ndrru prap, a ka me vazhdu me të njëjtin. Vushtria Elita tregojnë komente se janë kënaqur me punën e kryetarit, e jo tjerë hinin profil me po kryetarin e ju edhe sa i ka marrë premtimet.